Nëse je një nga këto shenja, jeta jote nuk është në Shqipëri. A ndihesh sikur nuk përkisje kur? Sikur gjithmonë ke kërkuar diku tjetër? Dikush thot që është thjesht ëndër. Të tjerë të quajnë mosmirënjohës. Por ti e ndjen. Zëri i brendshëm të thërret larg përtej kufive, përtej qytetit, përtej asaj që të quajnë shtëpi. Ka disa shpirtra që nuk janë të destinuar të rënjosen në vendin ku kanë lindur. Ata janë shpirtëra udhëtar që kanë ardhur në këtë botë për të eksploruar, për të thyer kufi, për të krijuar jetën e tyre në një vend krejt tjetër. Dhe universi e di këtë, prandaj që herët të ka vendosur përballë sfidave, për të përgatitur për udhëtimin e madh. E ke ndjerë që këtu nuk ka mundësi, që energjia është mbytëse, që nuk e ndjen veten vetja, sepse nuk je i vebër për të qëndruar këtu. 5 shenjat të zodiakut janë më të lidhurat me këtë thirrje. Nuk është çështje fati, por qëllimi shpirtëror. Nëse je një prej tyre, ndoshta është koha të dëgjosh, sepse ndonjëherë rënjët nuk të mbajnë, por të burgosin. Shigjetari, ti nuk ke lindur për të qëndruar, ke lindur për të eksploruar. Që i vogëlve e kishe ëndra të mëdha larg qytetit tënd, larg vendit tënd, të ngulfat rutina dhe mbyllja mendore. Universi të ka dhënë një shpirt të lirë, dhe sa herë që përpiqesh të rënjosesh, ndihesh i mbytur. Jeta jashtë të jep hapësirë zgjerim, liri mendore e emocionale. Për ty vendlindja është vetëm fillimi, jo destinacioni. Ti e di. Ujori, ti je vizionar. Nuk je bërë për të ndjekur rregullat e një shoqërie që s'të kupton. Në Shqipëri, shumë herë je ndjer i dhe e çuditshëm dhe si dikush që s'përket askund. Por jashtë, mendja jote e hapur, ide që ke dhe mënyra se si sheh gjërat janë vlera, jo probleme. Universi të shtyn drejt vendeve ku do të pranohesh si je, ku do të ndihesh më në fund pjesë, sepse aty ku je sot, nuk je në vendin tënd. Pine, kurioziteti yt është i pangopur. Ti do dije njerëz të rinj. Kultura, lëvizje. Vendlindja për ty është si një kornizë që të mban mendjen të kufizuar. Në një vend tjetër do të rishpikësh veten, do të komunikosh, do të krijosh lidhje të reja, do të ndihesh i gjallë. Energjia jote lulëzon atje ku ka ndryshim dhe vendi ku je tani. Nuk ka më asgjë për të dhënë. Është koha të zgjerohesh. Virgjëresha. Ti je perfeksionist, punëtor, por gjithmonë ndihesh i papërmbushur. Ti dëshiron rregull, sistem dhe një vend ku vlerësohet përpjekja. Në Shqipëri shpesh lodhesh duke luftuar për gjërat më bazike. Jashtë do të ndihesh më në kontroll, më i sigurt, më i lirë që të zhvillosh aftësitë e tua. Universi të shtyn atje ku vlerat e tua do të shpërblehen, dhe jo të injorohen. Peshqi. Ti je një shpirt i ndjeshëm, dhe mshuria, intuita dhe ëndrat e tua shpesh janë keq kuptuar. Në një realitet të ashpër si ai që ndonjëherë hasim këtu, ti je lënduar. Por jeta jashtë mund të të jap paqen që kërkon, hapësirën për të krijuar, për të dashur, për të ndjerë. Universi nuk të ka bërë të fortë për të duruar gjithçka, por të butë për të ndriçuar kudo që shkon. Dhe kjo dritë meriton një vend që ta pranojë. Nëse edhe ti ndihesh i ftohtë në vendlindje, ndoshta nuk është sepse nuk e do Shqipërinë, por sepse universi ka përgatitur diçka tjetër për ty. Shkruaj shenjën tënde në komente nëse e ndjeve këtë mesazh në shpirt. Ky ishte zëri i universit.